Ngërçi totali i aeroportit të Vlorës si pasojë e konfliktit të ashpër mes dy aksionerëve të tij mund të shkojë drejt një zgjidhje ekstreme. Kapital ka mësuar se qeveria po shqyrton opsionin e shtetëzimit të aeroportit nëse Bexhet Pacolli dhe Valon Ademi nuk do të gjejnë dakordsim për aksionet. Në rast se aksionerët nuk gjejnë zgjidhje për të zhbllokuar ndërtimin e aeroportit, njëri nga opsionet është ai që shteti ta shtetëzojë koncesionin kundrejt një pagese sa vlera kontabël në bilancin e kompanisë, duke shfrytzuar mospërmbushjen e kontratës nga koncesionari, thot një burim brenda qeverisë. Ndonse duhet të ishte hapur që në prill të këtij viti aeroporti i Vlorës nuk u përfundua asnjëherë. Për më tepër prej muajsh, punimet për ndërtimin e veprës janë ndërprer plotësisht për shkak të sherrit mes dy aksionerëve të shoqërisë koncesionare, Bexhet Pacolli dhe Valon Ademi. Pikërisht vonesat e ndërtimit të aeroportit që tashmë kanë përfunduar në bllokimin e plotë të tij është arsyeja sepse qeveria shqiptare mund të hyjë vetë drejt për drejt përmes shtetëzimit për të zhbllokuar situatën. Konflikti dhe tentativat për shitje. Në thelb të bllokimit të aeroportit të Vlorës qëndron një konflikt mes dy aksionerëve të tij për pjesën e kuotave. Aktualisht Bexhet Pacolli zotron 98% të kuotave në aeroportin e Vlorës përmes shoqërisë Mapco, ndërsa Valon Ademi me kompaninë 2A Group zotron 2%. Por zoti Ademi pretendon se atij i takon të ketë 47% të aksioneve. Mosmarrveshjet shpërthyen publikisht pas një investigimi të Kapital rreth një muaji gjysmë më parë, pas të cilit dy aksionerët akuzuan njëri tjetrin për mashtrim nga rrjetet e tyre sociale. Tashmë palët kanë filluar proceset gjyqësore me padi dhe kundër padi, ndërkohë që aeroporti qëndron i bllokuar. Për gjatë muajve të fundit, qeveria ka ndërhyrë për të gjetur një zgjidhje të konfliktit. Fillimisht Edi Rama e thiri Pacolli në kryeministri, ndërsa më vonë qeveria ka shtyrë për shitjen e koncesionit. Për aeroportin e Vlorës kanë shfaqur interes disa blerës potencial për fshirë një grup nga Katari, por tentativat nuk janë finalizuar përsa ko aksionerët nuk bien dakord për pjesën e aksioneve dhe rrjedhimisht edhe ndarjen e parave nga shitja. Transferimi i konfliktit mes aksionerëve në xhunglën e gjyqësorit rrezikon ta mbajë bllokuar aeroportin e Vlorës për shumë kohë, derisa vendimet e gjykatave të marrin formën e prerë. Në Shqipëri kjo zgjat me vite të tëra, çka do të ishte një kosto e madhe politike për qeverinë, por edhe ekonomike, duke e privuar qendrën e turizmit shqiptar nga aeroporti. Për këtë arsye tashmë ka dalë në skenë varianti i shtetëzimit si zgjidhja e vetme e një ngërçi të plot, i cili tashmë duhet jetë edhe subjekti i hetimeve të SPAK-ut për të verifikuar se kush qëndron realisht pas lojës me aksionet e aeroportit të Vlorës.